Unë jam Rozafa e parë në Shkodër. Rozafa, të kthehemi një herë te emri, pasi për shembull është një nga emrat që nuk e di sa prej prindërve, duke ditur legjendën, do kishin vendosur që t'ia vënë vajzës së tyre emrin Rozafa. Po ti nuk e ndjen ndonjë lloj tersi në jetën tënde, të ka shkuar mbar, themi. Mbar, më ka shku. Edhe në qoftë se unë ndoshta po e them për herë të parë për kanalin tuaj, me që është një gjë e veçantë për mua sot. Unë jam Rozafa e parë në Shkodër. Do të thonë, babi jem ka guxu i pari, po ka guxu i pari. Është vajza Andre Kluc, aktorit madh, që e ka Rozafa, po ajo ka lind në Tiranë, se edhe ato janë shkodran, po ajo ka lind në Tiranë. Kështu që unë e kam këte si thush, fillesë. Mandaj mas mejet shumë janë vu, po si duket ka dasht dikush me guxu, edhe babi jem ka një në njerëzit që ka luftu shumë për emnat Shqip. Gjithkund ka ba atë bindjen e njerëzve për me vu emna shqiptar. Edhe unë them që jam një mirë me këtë emën, pa qka se legjenda ka pak dhimje e pak tradhti në ushtë amran. Po unë me këtë emën nuk kam pas nevojë mi thanë tjerëve prej ka jam. I kam thënë jam Rozafa edhe automatikisht ato e kanë ditë që unë vi prej Shkodrës, prej atij qytetit lashtit bukur.